Kopshti ju publik Madre Eliza Andreoli është kthyer në një nga institucionet më të njohura të arsimit parashkollor jo vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe më gjerë, duke ndërtuar ndër vite një traditë të fortë edukimi për kujdesje dhe formimi të hershëm të fëmijëve. Ky institucion arsimor përfaqëson një shembull të qartë se si dashuria për arsimin mund të kultivohet që në hapat e parë të jetës së një fëmije. Në ambientet e këtij kopshti janë rritur breza të tërë fëmijësh, por edhe edukator që sot shihen si pjesë e një historie të gjallë suksesi. Disa prej tyre kanë qenë dikur nxënëse të këtij kopshti dhe sot janë rikthyer si edukatore, duke vijuar misionin e edukimit me të njëjtin përkushtim. Ashtu nga ky institucion kanë dalë edhe profesionistët e arsimit që pasi kanë fituar përvojë të vyer në këtë kopësht, kanë hapur institucionet e tyre parashkollore, duke shtrirë më tej ndikimin e tij në sistemin arsimor. Drejtoresha e kopshtit, Motër Bardha Gjini, shprehet krenare për rrugëtimin dhe misionin që ky institucion ka ndjekur ndër vite, duke theksuar rëndësinë e edukimit të hershëm dhe vlerave që u transmetohen fëmijëve që në moshë të vogël. Institucioni ynë menaxhohet në një baza profesionale, ka një përgjegjësimë të lartë dhe bashkëpunim edhe me prindrit. Jemi krenar, për mësuesit që janë alternuar në këtë institucion. Themi alternuar sepse siç kemi rritur breza të tërë fëmijësh, po kështu kanë punuar edhe arsimtar në vite, edhe janë rritur, kanë marrë përvojë, dikush ka hapur edhe kopsht diku tjetër fal eksperiencës, përvojës që ka patur këtu. Sipas saj, kopshti është i njohur jo vetëm në Vlorë, por edhe në të gjithë Shqipërinë, fal rrjeteve të bashkëpunimeve arsimore që janë ndërtuar ndër vite. Ajo thekson se në këtë institucion mbizotron dashuria për fëmijët, siguria dhe zhvillimi i talenteve, duke bërë atë një model të edukimit parashkollor cilësor. Prej më shumë se 25 vitesh me emër i besuar në edukimin parashkollor. Do thonë ka emër, jo vetëm në Vlorë, në fakt është në gjithë Shqipërinë me famë, sepse janë krijuar edhe rrjetet arsimore me të gjitha misionet katolike këtu në Shqipëri. Kështu që kopshti dallon për këtë edukim cilësor që ne bëjmë me fëmijët. Tek ne fëmijët mësojnë me gëzim, rriten me dashuri dhe siguri, zhvillojnë talentet dhe kreativitetin, përgatiten me sukses për shkollë dhe për jetën. Kjo është më e rëndësishmja. Edukimi në këtë institucion synon një formim të rësor të fëmijës, duke parë atë jo vetëm si nxënës, por edhe si individ në zhvillim të plot, emocional, social dhe intelektual. Kjo qasje e bën kopshtin një nga shembujt më të mirë të edukimit gjithëpërfshirës në vend. Që dallon, nga kopshtet e tjera, është që fëmijët përgatiten jo vetëm nuk është që arrin vetëm rezultate akademike, sepse janë të shkëlqyera, por edhe dallon për formimin e personalitetit dhe sjelljen e shkëlqyer të tyre. Dhe këtë e dëshmojnë të gjitha shkollat që kanë pritur fëmijët tanë në vazhdim, në fillore dhe nënvjeçare e tutje. Fëmijët që kanë mbaruar tek kopshti ynë kanë dalë, ndjem krenare që vërtet kanë dalluar kudo, dhe janë sot në pozicione shumë të mira, në nivele të larta, jo vetëm ekonomike, por sidomos të shoqërisë, sepse ne synojmë më tepër tek formimi tërësor i fëmijës, jo vetëm në një gjëra të ndara në plan, për shembull, vetëm arsimor. Të gjitha edukimi dhe arsimi për neve ecin paralel. Me një histori të gjatë dhe një filozofi të qartë edukimi, kopshti ju publik Madre Eliza Andreoli vazhdon të mbetet një pikë referimi në arsimin parashkollor, duke ndërtuar çdo ditë të ardhmen e fëmijëve përmes dashurisë, përkushtimit dhe profesionalizmit.